Kjo nuk kthehet pa ndryshimin e Serbisë. Nëse Serbinë e keni në qëtë drejtim ku është sot, mos pritni që dialogu ka më përmirësu. Sa i përket dialogut me Serbinë, ju e dini që gjithçka që ka ndodhur mas në shkrimit të marrëveshjes Brukselit e ka pas formën e sjelljes të qëllimshme destruktive të Serbisë për mi rënu arritjet e bëra në dialog. Edhe Bashkia Ndërkombëtare e ka pas konsideru marrëveshjen e Brukselit si një arritje, si një thyrje e blokadës së deri atëhershme sa i përket ecjes përpara, a kjo për Kosovën, për neve, e ka pas formën e njohjes de facto nga ana e Serbisë. I keni parasysh klauzulat e marrëveshjes, më të rëndësishme, prej pranimit gjithçka që prodhon Kosova, në kuptimin e jurisdiksionit të saj, dokumenteve, simboleve, pasaportave, elementeve kryesore të shtetësisë. Serbia i pranon, po do të pranon të sipas kësaj marrëveshje. Por ju e keni pa, domethënë, lojën e Vučićit. Në momentin që u kthyn Serbi, ja dha goditjen më të madhe kësaj marrëveshje. Dhe pas asaj goditje që ka pas ndodhur, i keni pa të gjitha. Edhe organizimin e sulmit terrorist të Iber Lefencit për shkatrimin e kanalit të ujit dhe për krijimin e kaosit në Republikën e Kosovës. Po ashtu ju kisha lutur t'jeni më të vëmendshëm edhe të bëni analiza më të thella edhe ndaj dëshmisë që e kanë thënë vëllezërit Vishintijević në procesin gjyqësor për Iber Lefencin. Ata e kanë pranuar që janë trajnuar prej Serbisë në hapësirat e Ministrisë së Mbrojtjes edhe të ushtrisë që mbahen atje. Prej nga ka hyrë edhe grupi i sulmit në Banjës me Radojčićin. Këta dy e kanë pranuar që janë trajnuar prej Serbisë për këtë sulm. Çka po doni më shumë, nuk e di çka ka nevojë më shumë për me tregu rolin destruktiv të Serbisë në gjithçka që ajo ka shkatërruar e që është mundu më ndërtu edhe prej Bashkimit Evropian edhe prej mezhvetan. Kështu që ku ndodhet dialogu sot, për mi u kthy pyetjes tuaj. Dialogu sot ndodhet në një gjendje kogja të vështirë. Në një gjendje kogja të vështirë për shkak të kësaj që e kam shpjeguar. Qysh kthehet një farlloj atmosfere minimale e mirëbesimit. Nuk po lypi diçka kur çdo të jashtëzakonshme, po them minimale e mirëbesimit është që kryerësit e këtij akti terrorist në Banjsk, cilët e vranë Afrim Bunjakun, këta do të me përfundu në bërë. Këta do të me konë prapa grillave. Këta nuk mund t'jenë njerëz kryesor në Serbi. Edhe dora e djathtë e Vučićit çush janë sot. Edhe çush i shohim sot që veprojnë në Serbi. Kjo është elementare, kjo është diçka bazike. E dyta, kryeministri e ka shpjeguar. Letra e zonjës Brnabe që ishte katastrofike për mirëbesim. Ju shkrujti 27 shtete anëtare që nuk e njeh integritetin territorial të Kosovës. Mos me njoft integritetin territorial të një shteti, kjo kuptohet gati sikur mi shpall luftë. Është e njëjtit nivel. Nuk të pranon që ekziston si integritet territorial. Këto janë adresuar vazhdimisht në Bashkimin Evropian. Pa u zgjidh këto, nuk mund të ketë, le të themi, hapat të më të tjeshëm. Sa i përket Sorensinit, unë Sorensinit ndonjëherë e takoj, ndonjëherë nuk e takoj. Domethënë këto bën, një planifikuar nga ana e qeverisë. Kësaj radhe e takoj kryeministri. Kur e takon kryeministri, mendoj që nuk keni nevojë me thonë që mungoj diçka pse nuk është ministri. Apo kupton, është diçka të kundërtën mund ta bëni, domethënë pyetje. Çka nëse nuk është kryeministri, atëherë është mund të hapet si temë. Po kur është kryeministri, më thon pse nuk është zëvendës kryeministri, kjo është një farë diçka që nuk mendoj që ka ndonjë domethënie kështu politike në kuptimin e mesazhit. Është thjesht e ka taku kryeministri, shumë mirë ka bërë. Në disa raste e takoj unë, apo vetëm unë,
në shumicën e rasteve e takon edhe kryeministri, kështu që këto gjithmonë e bëjmë për të mirën e Kosovës, edhe me një qëllim të qartë që ato i cili është i dërguari, i veçantë i Bashkimit Evropian për dialogun, ta takojmë, tulimi me të dhe të shikojmë perspektivat se çka mund të bëjmë hapa të ardhshëm, në mënyrë që edhe ta kthejmë besimin, edhe ta krijojmë atmosferën që ky proces të vazhdoj. Deri tash atmosferën ta tregova, nuk është fare e mirë, por të shpresojmë që edhe mendimin e miqve tonë do ta përmirësojmë, do ta kthejmë këtë në kohë të kundërt. Por monë në mend diçka, kjo nuk kthehet pa ndryshimin e Serbisë. Nëse Serbinë e keni në çet drejtim kur sot, mos pritni që dialogu ka më përmirësu. Mos pritni që dialogu, kjo është vlerësime.